Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka reaguar ndaj zërave kritik për ndërhyrjet në ish-burgun e Spaçit, duke i cilësuar si të pabazuara dhe dashakeqëse aludimet për prishje të kujtesës historike në funksion të një filmi. Ministria sqaroi se projekti filmik për revoltën e Spaçit synon të sjellë në ekran një nga ngjarjet më të rëndësishme të rezistencës antikomuniste. Për shkak të amortizimit ekstrem të sajtit, u kërkuan ndërhyrje minimale konservuese për të siguruar xhirimet dhe një ambient autentik. Ndërkohë, qeveria ka hartuar dhe miratuar në vitin 2024 një plan menaxhimi për ta shndruar Spaçin në muze të kujtesës kombëtare, duke përfshirë konsultime me mbi 50 aktorë të interesit. Qëllimi është ruajtja e strukturave në gjendje sa më origjinale, ndërprerja e degradimit dhe ndërtimi një muze që dëshmon vuajtjet, rezistencën dhe krimet e diktaturës komuniste. Ministria thekson se ndërhyrjet dhe filmi nuk cënojnë kujtesën historike, por përkundrazi i japin zë asaj.